Është finalizuar operacioni policor i koduar Neonët 2. Në kuadër të këtij operacioni, u arrestua në flagrant shtetasi me inicialet DB, 22 vjeç, u procedua penalisht nëna e tij, shtetasja me inicialet FB, 54 vjeçe, dhe u shpall në kërkim babai i tij, shtetasi me inicialet SB, 57 vjeç, të tre banues në fshatin Bajz. Gjatë kontrolleve në banesën e këtyre shtetaseve dhe në një banesë të pabanuar në fshatin Bajz, të përshtatuara për kultivimin e bimëve narkotike, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale 119 bimë dhe 168 fidan të dyshuar narkotik, 515 gram lënde të dyshuar narkotike kanabis sativa, municion luftarak, një armë të ftohtë, 49 llamba, 47 pajisje elektrike inverter, 3 aspirator, 2 filtra ajri, 2 automjete dhe 9 celular. Gjatë kontrollit në banesën e pabanuar, u konstatua lidhje e paligjshme e energjisë elektrike. Gjithashtu, gjatë kontrollit në ambientet e lokalit në pronësi të shtetasit SB, u gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale 138 arka dhe shishe me pije të ndryshme alkolike, të dyshuara të kontrabanduara. Në vim të veprimeve hetimore dhe procedurale për këtë rast, u ndaluan shtetasit me iniciale EC, 27 vjeç dhe FD, 57 vjeç, dhe nisi procedimi penal për shtetasit me iniciale LL, 52 vjeç dhe ID, 53 vjeçe, të gjithë punonjës të OSHS për veprën penale, shpërdorimi i detyrës kryer në bashkëpunim. Policia vjon punën për kapjen e shtetasit SB, i shpallur në kërkim, dhe për dokumentimin e plot të kësaj veprimtarie kriminale. Materialet procedurale ju kaluan prokurorisë së Shkodrës për veprime të mëtejshme.